Një udhëtim për në Vlorë për të festuar 28 nëntorin, që njihet si dita e flamurit, ka përfunduar në një tmerr 2 javor për shqiptarin nga Kosova, 39 vjeçarin, me inicialet Fisnik Xhaka. Shqiptari me banim në Mitrovic ishte nisur për në Vlorë ku mbajtën ceremoni zyrtare me pjesëmarrjen e liderëve më të rëndësishëm të 2 shteteve, por përfundoi marrë peng në një apartament ku u dhunua për 2 javë. 3 persona të identifikuar si Vilson Aga, 35 vjeç, Orest Çorapaj, 18 vjeç, dhe Julian Zogaj, 25 vjeç, të 3 me banim në Vlorë, e morën peng shqiptarin nga Kosova dhe i kërkuan 70.000 euro në këmbim të lirisë së tij. Policia ka ndërhyrë mbrëmjen e djeshme për arrestimin e tyre dhe për lirimin e shqiptarit nga Mitrovica, i cili i u nënshtrua ndërhyrjes së nevojshme mjekësore dhe tashmë paraqitet në gjendje më të mirë. Gjatë kontrolleve të policisë në banesën e Julian Zogajt, u gjet dhe sekuestrua një sasi kanadisi dhe një radiomarrëse. Ndaj 3 të arrestuarve, rëndon akuza për veprën penale të rrëmbimit dhe mbajtjes peng të personit, kryer në bashkëpunim.